Investimet e paralemëruara në Spitalin Klinik të Tetovës ende janë larg realitetit. Sipas ministrit të Shëndetësisë, procedurat administrative kanë përfunduar, ndërsa tani duhet bankat të dorëzojnë ofertat në Ministrinë e Financave. Kanë mbaruar procedurat administrative, pra deri para 2-3 ditësh kemi pasur procedura administrative me bankat të cilët neve kemi prezantuar projektet për në Shqip, në Tetovë dhe në Korçov, ndërsa tani presim ofertuesit, do presim bankat që ofertat të deponohen në Ministrinë e Financave, pastaj bashkë me Ministrinë e Financave do të vendosim kush do të jetë oferta e cila do të jetë kompatibile me nevojat tona, si në aspekt ekonomik ashtu edhe në aspekt infrastrukturor, dhe uroj për shumë shpejt të fillojmë me procedurën e hapjes së tenderimit për projektimin e kampusit në Tetovë, në Shqip dhe në Korçov. Investimi i cili realizohet bashkë me Britaninë e Madhe parasheh rreth 205 milionë euro për investime në Spitalin e Shqipit, ndërtimin e Spitalit të Korçovës dhe investimet kapitale në Spitalin e Tetovës. Ndërkohë, investime nuk janë bërë as edhe në Parkun Memorial në përkujtim të viktimave të zjarrit në Spitalin Modular. Aliu topin e hedh tek Komuna e Tetovës dhe administrata e spitalit. Administrata e Tetovës besoj që ka përfunduar ose është në përfundim të procedurës në nivel të komunës. Presim të përfundon të na japin lejen që të vazhdohet më tepër me procedurat lokale dhe të implementohet. Projekti është gati në aspekt të arkitekturës, tash do duhet i njëjti veç të implementohet. Por Komuna e Tetovës dhe administrata e spitalit thonë se procedurat kanë përfunduar dhe për këtë është njoftuar Ministria e Shëndetësisë, e cila duhet të shpallë tenderin për Parkun Memorial.